Sot, më 12 maj, shënohet dita ndërkombëtare e infermierëve, një ditë e veçantë kushtuar mantelbardhëve, që çdo ditë janë pranë pacientëve me përkushtim, kujdes dhe humanizëm. Me këtë rast, krye-infermieri në Qendrën e Mjekësisë Familjare 1 në Gjakov, Emanuel Prenrecaj, ka falendëruar infermierët për punën dhe sakrificën e tyre të vazhdueshme në shërbim të qytetarëve. Pasi që është 12 maj, dita ndërkombëtare e infermierëve, dëshiroj të shpreh mirënjohje për gjithë infermierët që me profesionalizëm dhe përkushtim janë çdo ditë në shërbim qytetarëve. Tërnesi Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare i kryejm shërbimet infermierore në gjithë territorin e komunës së Gjakovës. Po ashtu dëshiroj ta falenderoj edhe gjithë stafin si mjekësor, po ashtu edhe mbështetës, me të cilët kemi një bashkëpunim shumë të mirë në ofrimin e kujdesit për pacient. Tutje krye-infermieri Prenrecaj shtoi se infermierët janë të gatshëm të dëshmojnë çdo herë përgjegjësinë, gjithmonë në shërbim të komunitetit. Infermierët janë shtylla kryesore e sistemit shëndetësor dhe roli i tyre është i pazëvendësueshëm në ofrimin e shërbimeve cilësore për pacient dhe pse sfidat janë shumëta, prapse ata vazhdojnë të dëshmojnë përgjegjësi dhe gatishmëri çdo herë në shërbim të komunitetit. Infermierët janë kontakti i parë me pacientin dhe të njëjtit luajnë një rol kyç në shëndetësinë globale, ndërsa në goditje vazhdimisht synohet për ndërgjegjësinë ndaj kujdesit infermieror dhe avokim sa më profesional, me qëllim të përmirësimit të investimeve në fushën e infermierisë.